Po çka e ka urdhëruar Imam Allah xhallahu, çka ka pa në librin e Zotit xhallahu, edhe ato do janë mësim dhe të ngjenë mësim për ne sa të jetojmë. Pra, agjinoni i ditë, agjinoni 3 ditë, agjinoni 2 ditë, siç kur e thash nëntën e 10-ën, 10-ën, 11-ën, të treja bashkë, këtë hajë e keni Allahut na i bëjë inshallah. إلى سنة الكلام هذا كلام الله الملك العزيز الأنعام كما قال الله تبارك وتعالى في كلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بارك الله اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله na përna salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam na fal në mëshirat gjithë në që jemi këtu ja rabbil alamin wallah na fal në mëshirat edhe pjesëtarët e familjeve tona na i drejton në këtë rrugë ja rabbil alamin wallah mos na ndaj nga Kurani ja rabbil alamin mos na ndaj nga dashuritë e tuaj të gjithë pejgamberët ja rabbil alamin o dhe shokët e pejgamberët ja rabbil alamin wallah mos na ndaj nga çdo njeri çdo besimtar dhe besimtare që ka punuar mira edhe ne bashkë me to ja rabbil alamin wallah na uzon e gjithë shka që e fitojmë në si kanë ja rabbil alamin na ndihmon që ta jelojmë ditën e 10 ja rabbil alamin o i madh Allah na uzon e gjithë shka që e fitojmë kënaqësinë mirësinë dhe begatitë tuaja ja rabbil alamin vem para Pakistan dhe sot me gjinonë në fshi ja rabbil alamin wallah gjithë ato që vim me borxhe ndihmoj ja rabbil alamin liroja para në borxhet ja rabbil alamin ndihmoj e madh Zot wallah ato që vim pa punë jep punë Allah ja rabbil alamin wallah ato që vend pa martoj ja rabbil alamin dim dhe vajzat xhamatit dhe kudo që janë sot në botë jepu fathajet ja rabbil alamin wallah na furnizon dhe na begaton në mënyrë që të mos kemi nevojë të jashtojmë dorën kërkujt përveç Pakistan ja rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ne vetëm ty për ulemi ne vetëm prej teje kërkojmë ndihmën ja rabbil alamin por gjithë shka të lutem na pranon e na fal ja rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.